Mulaku, e lindur në vitin 1966 në Shkup. Pas mbarimit të gjimnazit të Tetovës, e regjistroi Akademinë e Arteve në Prishtinë, në klasën e profesor Recep Ferit, të cilën e mbaroi në vitin 1989. Studimet postdiplomike në drejtimin e pikturës i mbaroi në vitin 2001, po ashtu te profesor Recep Feri. Studimet e doktoraturës i përfundoi më 2011 me mbrojtjen e suksesshme të punimit të disertacionit në shkencat e arteve me temën Ndikimi i teknikave figurative në zhvillimin e kreativitetit tek fëmijët. Mentor profesor doktor Fehim Husković. Një jetë të tërë ka qenë angazhuar në pothuajse të gjitha nivelet e arsimit, si pedagog e artit figurativ. Mbi 10 vjet është angazhuar si ligjëruese asistente në Universitetin Shtetëror të Tetovës, Fakultetin e Arteve, ku edhe sot punon. Pjesëmarrje në më tepër se 50 ekspozita kolektive të punimeve të pikturës brenda dhe jashtë vendit. Gjithashtu falenderoj edhe familjen time të ngushtë, e cila gjithmonë më ka ndihmuar dhe më ka mbështetur në këto projekte, po në veçanti falenderoj dhe e përshëndes profesorin tim, profesor doktor Fehim Husković, i cili më ka përkrahur që të jem gjithmonë aktive në rrugtimin tim artistik, e kam pasur mentor në mbrojtjen e disertacionit të doktoraturës. Pra do të thënë, bashkëpunimi jon ka filluar shumë herët. Sonte para juve shpalos prezantoj ciklin tim të ri të pikturave, e titulluar Metamorfoza, e cila është si ide dhe koncept shumë e vjetër, e zhvilluar në histori dhe në lashtësi, dhe si ide e koncept është universale dhe e përhershme. Pra fjala metamorfos ose titulli metamorfos nënkupton transformimin ose ndryshueshmërinë, që ka qenë edhe pikësynimi kryesor ta shfaq përmes pikturave si diçka që në esencë është ajo që gjithmonë ndryshon. Pra transformimi i ndjenjave, emocioneve, senseve të bukura, për të cilat jemi domethënë koshient të gjithë. Uroj që kjo ekspozitë të pëlqej, shpresoj që edhe ju ta përjetoni domethënë në të njëjtën forcë dhe mënyrë që e kam përjetuar edhe unë. Kemi ardhur në hapjen e ekspozitës e cila quhet Metamorfoza. Është një cikël i ri i profesoreshës Lulzime Leka Mulaku, që është ekspozuar sonte këtu në Shkup. Motivet e saja, stili, materialet që ka përdorur, të gjitha këto do t'i kuptojmë menjëherë me profesoreshën Lules, së cilës fillimisht do t'i dëshirojmë shumë urime dhe përgëzime për ekspozitën. Ishte një pjesëmarrje jashtëzakonshme e kolegëve, njerëzve që kishin ardhur të mbështesnin, profesorëve tu, po ashtu kuratores e gjithë miqve të njohurve të tu. Përgëzime shumë për ekspozitën. Besoj që kjo ekspozitë ka qenë një ekspozitë që dominonin shumë ngjyrat dhe që ndoshta shpërfaqin atë botën tuaj e cila është përplot ngjyra. Profesor Neati ju përmendi në rinin tuaj që keni qenë shumë origjinale si piktore dhe tha që ky është një rikthim. Dhe fundin nuk do ta dim se ku do ta kemi, po e dim që sonte kjo ekspozitë pati një ndikim të jashtëzakonshëm të gjithë pjesëmarrësit. Si ndjeni ju? Në këtë ekspozitë prezantoj një cikël të ri të punimeve, të cilat janë të sistemuara në një tërësi tematike titulluar Metamorfoza. Këtë titull e kam zgjedhur jo rastësisht, sepse është nga ideja dhe koncepti shumë e përhershme dhe universale. Do të thënë, nënkupton transformimin ose ndryshueshmërinë. Pra me këtë e kam pasur edhe pikësynimin dhe realizimin e kësaj ekspozite, ku secila pikturë reflekton ndryshimin në emocione, në ndjesi, në brendësi ose ato
thellësitë shpirtërore që i ndodhin te çdo kush. Do me thonë, ndryshimi dhe transformimi ndodh brenda nesh dhe kudo rreth nesh. Po konkretisht te kjo ekspozit ne kemi në qendër ndryshimet ose metamorfozën që ndodh te gruaja. Apo? Sigurisht, në çdo tablo pak a shumë përfshihet edhe si personazh e kam portretin e gruas. A ka ndonjë arsye pse? Personazhi ose tema e gruas gjithmonë ka qenë preokupimi im, duke u nisur nga ideja që gruaja është një simbol i fuqisë, i qëndrueshmërisë, i bukurisë, e cila gjithmonë edhe ajo përjeton transformimet e saj nga sakrificat e kaluara drejt vizionit të së ardhmes. Do me thonë, ajo është ndoshta edhe që e ndryshon botën dhe shoqërinë. Në atë aspekt, në shumë piktura e kam paraqitur me formë simbolike, gjysmë abstrakte, ku përmes formës, ngjyrës dhe disa tërheqjeve të vijës e kam veçuar, do me thonë, si portret, si personazh apo leitmotiv kryesor në këtë cikël. Profesoresh, ishin disa pikturat që ishin në të kaluarën që i keni bërë dhe që duken disi me ngjyra më të zymta dhe disa piktura që supozoj që janë më të vonshme, janë me më shumë ngjyra, janë me më shumë optimizëm, ka më shumë gjallëri, ka më shumë ngjyra të guximshme, do thoja. Çfarë ka ndodhur në ndërkohë? Ka ndodhur pikërisht kjo transformimi, do me thonë transformimi i mbrendshëm, sepse unë kam dashur që ose jam mbështetur më tepër në ndjesinë time dhe më pak në imazhe reale. Do me thonë, atë që e kam ndje, ashtu edhe e kam paraqitur, duke dashur që përmes ngjyrave, formave dhe trajtave të jap një përshkrim më, të themi, më admirues ose më shpresdhënës për figurën e femrës, ose edhe për vetë. Cili ishte ai mesazhi që do ta jepnit verbalisht, sepse për ata që nuk kuptojnë nga kjo gjuhë që ju e përdorni, gjuha e ngjyrave, e vizatimeve. Çfarë më konkretisht është mesazhi? Ka ndonjë mesazh kryesor? Çdo pikturë, në çdo tablo, do me thonë, ka mesazh, reflektim, do me thonë, të botës së brendshme. Historikisht dihet se arti faktikisht ka shërbyer për transformimin e njeriut në aspektin fisnik, human, dhe kjo ka ndodhur, do me thonë, ka qenë piknisja ime, ose pika kyçe ku jam nisur për të përshkruar transformimin e njeriut dhe virtyteve të larta që e bën njeriu njeri. Do me thonë, përmes ngjyrave, përmes forcës së ngjyrës, më intenzive, më të gjalla, të përshkruaj, do me thonë, transformimin që ndodh në aspektin emocional tek të gjithë ne. Dëshiroj t'ju pyes pas sa kohë vjen kjo ekspozit, pasi mes miq dëgjova që thanë që profesoresha është shumë modeste, ka pasur një kohë të gjatë pauzimi apo si? Po sigurisht kam pauzu, por nuk është se nuk kam apliku, do me thonë, kam dashur të jem gjithmonë aktive dhe të ekspozoj, por mundësit ishin të tilla. Faktikisht ne, përderisa jam edhe bartëse e lëndës, jam profesoresh në Fakultetin e Arteve të Universitetit të Tetovës, kemi dëshirë që pak a shumë të stimulojmë edhe të rritë, studentët tanë, të kenë, do me thonë, një nxitje për të kriju në profesionin e tyre, të jenë më aktiv, për arsye se aspekti i tyre profesional do të zhvillohet vetëm në këtë mënyrë. Do me thonë, neve na intereson të ketë sa më shumë ngjarje kulturore, sepse kjo është edhe në fakt një emancipim i shoqërisë në përgjithësi. Tjetra që dua të di është si a del me gjitha këto angazhimet e tua, të qenit profesoresh, me sa e di shumë herët jeni angazhuar me punë, dhe kjo detyrimisht nuk ju ka lënë shumë ta ushtroni këtë profesionin që ju e keni pasion, që është piktura. Ja dilni si bashkëshorte dhe profesori që foli në hapje tha që jam shumë i bindur që do bëhet dhe një vjehër shumë e mirë. Do me thënë, ishte i bindur se ju ja dilni mirë me të gjitha. Si menaxhoni këto si femër, si grua artiste? Pikë së pari nga paradispozicioni moral, do me thënë, mekanizmat e mbrendshëm që i kam, mundohem që të arri në gjitha sferët, në të gjitha aspektet jetësore,
Është e vërtet se jam angazhuar shumë herët, procesi i mësimdhënies është një proces dinamik, unë kam filluar në shkolla fillore të mesme, tani edhe në fakultet, kështu që kjo vjen edhe nga një përvojë, po themi nga eksperiencë e mirëfillt, nga jeta praktike që më ka mësuar. Sigurisht që krijimtaria artistike kërkon kohën e vet, kërkon një lloj, po themi edhe izolimi ose një lloj vetmie për të koncentruar dhe për ta dhënë energjinë e krijimtarisë. Do të thonë ajo është një nevojë dhe një element i cili më ndjek gjatë gjithë jetës. Po ky izolimi i një gruaje artiste në shtëpi, besoj e ndjejnë burrat e familjarët kur izolohet gruaja. E kanë të lehtë ato ose ti për vete e ke të vështirë të shkëputesh nga punët e shtëpisë? Nga obligimet? Po me dëshirë dhe vullnet arrihet çdo gjë. Do me thonë sakrificë, do shumë sakrificë. Do në sakrificë. Mandej nëse nuk jam fizikisht e pranishme të pikturoj, të kem brushën dhe telajon, ajo ndodhë në koshiencën time, do me thonë gjithmonë... Vizaton në koshiencën time. Vizatoj në koshiencë dhe shfrytëzoj ngjyra, do me thonë ato janë pjesë përbërëse e bukura estetike, është komponenta më e rëndësishme e jetës time, do me thonë ta zbuloj të bukurën. A dalin gjithmonë ato piktura që i vizaton në koshiencë në letër? Shpesh herë mu imazhet më vinë të gatshme, dhe mundohem t'i realizoj. Do me thonë ato janë të ngjizura shumë herët dhe i paraqes ashtu si, do me thonë, i kam ma të parafitiruara, por pritshmëritë janë të tilla, do me thonë, ndonjëherë dështon, por sigurisht që përvoja ime, praktika ime, do me thonë, në pikturë gjithmonë ja dal. Nuk e kam problem, do me thonë, që të pikturoj. Profesor Neati, sepse fillova duke cituar profesor Neatin për dy arsye, sepse jeni shok gjenerate dhe me që është njëri që është shumë mbështetës, është koleg shumë mbështetës, tha që ky është një rikthim i lules dhe besoj se lulja tani ka rifilluar fuqishëm dhe do vazhdoj të sjell gjëra të veçanta siç di veç ajo. Uroj të jetë ashtu si ka thënë profesor Neati. Kjo është, do me thonë, gjithmonë në vazhdimësinë e krijimtarisë time, është, do me thonë, e pashmangshme që ne të krijojmë, të jemi pranë punëve tona, sepse këtë e kemi zgjedhur si profesion. Dhe besoj se edhe në të ardhmen do të jemi kështu produktiv. Për fund, profesoresh, do doja të veçoja ndonjë koment interesant që e ke marrë nga të pranishmit që ishin sonte, që ishin shumë në numër. Ndonjë vlerësim që të shbërë, diçka më e veçantë? Unë jam jashtëzakonisht mirënjohëse për gjithë të pranishmit, sepse më kanë nderuar me ardhjën e tyre. Të gjithë më kanë thënë se ju ka pëlqyer kjo ekspozitë dhe shpresoj se edhe ata në një farë mënyre kanë pësuar brenda vetes janë frymëzuar dhe kanë pësuar një transformim të tyre të ndjeshëm, do me thënë brenda vetes, po kjo është edhe qëllimi, do me thënë, i ekspozitave, të shijojmë dhe... Asnjërin mos ta lënë indiferent. Dhe mos t'jeni indiferent, shumë e vërtetë. Kuratoria Narona Luma Veseli për Lulzime Leka Mulakun thot: Lulzime Leka Mulaku i takon skenës së artit bashkohor dhe përfaqëson brezin e artistëve që filluan aktivitetin e tyre me shprehje vizuale që nga vitet e 90-ta. Kompozimi figurativ i këtij cikli pasqyron mungesën e vështrimit realist të vlerave estetike ekzistenciale siç është gruaja. Në histori njihet një nga veprat më të njohura që ka këtë emër, Metamorfozës e Ovidit, një poemë epike e cila përmban tregime mitologjike të transformimeve të ndryshme dhe ka pasur një ndikim të madh në letërsi dhe art. Sot, termi metamorfoz përdoret shpesh në kontekste të ndryshme, duke përfshirë letërsinë, psikologjinë, biologjinë dhe artin, dhe ka lidhje me transformime të identitetit ose zhvillim personal. Fenomeni i gruas në shoqërinë tonë është një temë komplekse që është e lidhur ngushtë me rolin e saj, statutin dhe mundësinë që ajo ka për të kontribuar në shoqëri. Transformimi shoqëror i vazhdueshëm i gruas, vështirësitë dhe jeta e përditshme e një gruaje dhe duke qenë vetë një grua, ka inspiruar autoren që përmes punimeve të saj atë të sjellë këtë ndryshim dhe transformim gjithëpërfshirës të gruas. Por, në këtë rast, këto ndryshime bëhen përmes ngjyrës dhe brushës, duke u vendosur në pëlhurë dhe duke përcjell emocione të ndryshme, ashtu siç në të vërtetë i përjeton një grua,
dhe gjitha këto emocione mund të shihen në veprat e artit të kësaj ekspozite. Pikërisht duke parë këtë fenomen të transformimit të gruas, autoria na sjell një cikël të ri për dallim nga cikli i mëparshëm, ku përmes ngjyrave të errta trajton figurën e femrës, bukurinë fizike, besnikrinë, dhimbjen, ku gruaja është krijuar si një personazh substancial dhe prania e saj vizuale është shprehur ashtu siç është në perceptimin e saj. Takojmë të kuratoren e kësaj ekspozite, e cila ka bërë dhe përzgjedhjen e pikturave, ka bërë punën e kuratores, me që është dhe historiane e arti, e një mirë artin dhe sidomos artin shprehës të piktores në fjalë. Narona Luma Veseli, mirë se të gjejmë fillimisht, edhe ju përgëzojmë për punën e bukur që keni bërë. Mund të na flisni pak më gjërësisht lidhur me ekspozitën, çfarë lloj pikturash keni përzgjedhur, nëse ka qenë lehtë përzgjedhja, nëse ka piktura të cilat nuk janë të ekspozuara. Faleminderit shumë edhe juve që keni ardhur këtu të përcjell hapjen e kësaj ekspozite shumë të bukur. Bëhet fjalë për ekspozitën Metamorfoza 2 të autores Lulzime Leka Mullaku. Përzgjedhja ka qenë shumë e lehtë, sepse kjo në fakt është një vazhdimsi e punimeve që autoria i ka pas më herët nga cikli i saj Metamorfoza 1 dhe në këtë radhë bëhet fjalë për Metamorfoza 2. Pra kemi të bëjmë një vazhdueshmëri punimesh, por kësaj radhe autoria veten e ndjen më të gëzuar dhe më të harreshme dhe sjell punime temës i ndodhet në të njëjtën temë, pra tema është e njëjtë, fenomeni i gruas dhe në të gjitha punimet paraqitet gruaja, por në kësaj radhe ky cikël ka të bëjë me një kolorit më intenziv, më dinamik dhe më i gëzueshëm dhe më harreshëm. Gjithë këto emocione pozitive përcjellen sigurisht edhe te publiku. Përzgjedhja ka qenë e lehtë sepse autoria kryesisht përqendrohet në këtë stil, pra stili i saj më shumë është abstraksioni dhe gjitha pra këto modifikime që ajo i bën ose le të themi një metamorfozë të gruas dhe transformimin e saj në shoqëri, ajo e përcjell në këto punime shumë të bukura. Janë përzgjedhur, numri ka qenë shumë i madh sepse autoria kishte në atelin e saj numër me vërtet të madh veprash dhe përzgjedhja ndoshta ndonjëherë është e lehtë, por ndonjëherë ndodh edhe vështirë se duhet ti zgjedhësh edhe ngjyrat e koloritet që përcjellen dhe ti përshtatesh ambientit në të cilën ekspozon ekspozitën dhe kësaj radhe mendoj se ka qenë e lehtë dhe nuk kemi pasur problem. Pra kemi zgjedhur diku rreth 40 punime, të cilat janë akril, të gjitha janë në teknik akril në pëlhur me dimensione të ndryshme, por në përgjithësi janë nga formati i madh. Tone të gjitha pozitive, kolorit që përfaqëson të gjitha gratë, do thoja, edhe aspektin emocional dhe aspektin fizik, botën fizike të grave, po ti vetë si femër, si e ndjer kashi këtyre pikturave? Ajo femrën e paraqet në mënyrë shumë të gëzuar dhe të harreshme. Nga dallim nga cikli i parë ku edhe tonet janë më të mërzitshme dhe gjithë emocioni i mërzitshëm përcjellet te publiku. Dhe kësaj radhe siç thash janë më të harreshme. Dhe sigurisht unë si një femër jam e lumtur që ajo përcjell çdo emocion dhe një fazë të jetës që një grua, unë dhe ti dhe gjithë gratë tjera kalojmë në shoqëri dhe ajo gjithë këto e përcjell në këto punime, në krijimtarinë e saj. Por një element tjetër veçantë, një theks të veçantë që autoria ka vendosur pikërisht në këto punime është dhe kthimi i saj në kujtimet e fëmirisë. Pra memorie, kujtimet e fëmirisë, që ajo duke shikuar në aspektin e saj tashmë siç është si një grua, por duke u kthyer në kujtesën e saj fëmiria, sepse ajo ka lindur në Shkup, ndërsa jeton dhe vepron në Tetov dhe pikërisht kthehet me punime shumë të bukura në një objekt siç është Çifte Hamami, pjesë e Galerisë Nacionale dhe kthehet me punime shumë të bukura në vendlindjen e saj. Ndërsa do të kemi dhe aktivitete tjera, kemi dhe një ekspozit tjetër që do shfaqet kësaj jave këtu në Çifte Hamam, bëhet fjalë për një piktor nga Kosova, mund të na flasësh më gjërësisht lidhur me projektet të cilat i keni, kësaj radhe jo si kuratore, po si përfaqësuese kësaj shtëpie. Edhe ekspozitën tjetër jam gjithashtu kuratore, po, edhe dua të them se Galeria Nacionale gjithmonë është e hapur për bashkëpunim, për autor si nga vendi, ashtu edhe nga regioni. Dhe kësaj radhe është përzgjedhur autori në fakt Galeria Nacionale aplikon për programin e saj vjetor, duke u mbështetur nga Ministria e Kulturës e Republikës së Maqedonisë dhe janë përgjedhur këta autorë që të jenë pjesë e programit vjetor të galerisë dhe një ndër ta është edhe autori Sejdi Kaplanaj, i cili vjen me një ekspozitë tepër veçante dhe tepër interesante, edhe ajo ka të bëjë me stilin abstrakt, por tema e kësaj radhe është figura humane.
Prap të njeriu ngelemi, se dhe femra është njeri, pavarësisht që nuk konceptohet ashtu, apo jo? Kësaj radhe sonte kemi femrën si element kryesor, si personazh kryesor të vendosur në pëlhur, ndërsa nesër do të kemi figurën e njeriut. Më vjen shumë mirë që dy femra po bëjnë një punë të mrekullueshme dhe ju urojmë shumë suksese. Sa di do jetë e hapur ekspozita për ata që duan ta përcjellin? Ekspozita do të jetë hapur rreth 2 javë deri me 13 prill. Unë i ftoj të gjithë ardhashësit, kush don, domethënë dyert e galerisë, objekti Çifte Hamam është e hapur për të gjithë vizitorët. Mund ta shohin se me vërtet ja vlen të shihen të gjitha këto punime të bukura. Sigurisht takojmë kolegët dhe takojmë historianën e artit Yaldız Hasani, e cila e nisi komentin mbi ato që pa, mbi punën që pa kolegët saj Lules, me fjalin shumë modeste është Lulja. Dhe tani do të pyesim pse e thua këtë. E them se Lulzime Leka Mulaku është fillimisht femra e parë e shkolluar në fushën e artit në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Pastaj Lulzime Leka ka pasur gjithmonë guxim që të vepron dhe të realizon ciklet e saja në frymën e realizimit abstrakt, ekspresionizmit abstrakt, që në fakt më tepër në këtë drejtim janë shfaqur veprat e piktorëve meshkuj. Ndërsa Lulja, duke pasur parasysh përvojën e saj, njohuritë që ka mbi artin figurativ, ajo ka arritur që në të gjitha ciklet ta dëshmon veten në mënyrë të përkryer. Por edhe përkundër kësaj ajo shumë modeste, gjithmonë thotë, jo, kam bërë diçka, por nuk e di ja kam arritur që ta finalizoj ashtu siç duhet. Po vërtet, ne sonte jemi dëshmitar të një ekspozite shumë të veçantë, ekspozite bashkohore, që padyshim vullën e ka të Lulzime Leka Mulakut. Si femër, si je ndjer para të gjitha pikturave që ke parë sonte dhe a ka ndonjë që ty të ka lënë mbres pakës më shumë ose që të ka kujtuar ndonjë emocion, diçka tënde personale? Nuk mund të veçoj asnjëherë nga këto vepra sepse të gjithë këto vepra kanë një histori në vete. Faktikisht Lulzime Leka nëpërmjet të themi abstraksionit ka arritur që të përcjell mesazhe të fëmijërisë së saj, për shkak se ajo është rritur dhe ka lindur në qytetin e Shkupit dhe ka arritur të bëjë një gërshetim në mes tradicionales dhe urbanes me rrugët, natyrën, kujtime të bukura të fëmijërisë, por në një mënyrë të themi abstrakte. Të gjithë këto vepra, nëse i analizojmë një nga një, flasin një histori, si thash, ku çdo ngjyrë ka një histori të vete, çdo formë është shumë e qartë, edhe pse duken si shpërthime vizuale, megjithatë çdo njëra nga këto ka një lloj kuptimi.
Në ekspozitë takojmë femra dhe neve ajo që më shumë na intereson është të dimë përshtypjet e grave artiste mbi këtë ekspozitë. Akimja është mikja jonë, për post tjerash është dhe piktoria që ka pasur si motiv gruan në krijimtarinë e saj. Do doja të pyes fillimisht si është përshtypja jote e parë mbi këtë ekspozitë që pesonte. Pikës pari faleminderit për këtë intervistë. Sigurisht që ka shumë dallim gratë e mia me profesoreshës. Do thotë, profesoresha është një karakter tjetër artistik që i përket stilit modern, kurse të mijat janë pak më klasike, por nuk do të thotë se nuk janë, do me thonë, në atë frymën e artit që mundet të vlerësohen nga gjithkush. Sigurisht që pikturat e profesoreshës janë të tipit modern dhe mu më pëlqejnë jashtëmase, por ndoshta për syrin e një njeriu të thjesht ose një njeriu i cili e sheh me botën tjetër, do të duken disi pak më ndryshe dhe nuk vërejën ku janë ato femra. Ka shumë piktura që mund kanë lënë shumë përshtypje gjatë përdorimit të llojshmërisë të kolorit të ngjyrave të ndryshme, sidomos ato që janë më pikante, që unë nuk i kisha parë më parë në ekspozitat më herët që i ka pas profesoresha, por tash i vërej dhe më pëlqyen jashtëmase. Do thotë është një cikël i saj e cila në fakt mua më bëri përshtypje shumë të madhe, shumë u kënaqa me këto vepra, kështu që u motivova disi edhe vetë nga mënyra e përdorimit të ngjyrave, sidomos atyre ngjyrave të gjalla, të cilat nxjerrin do të thotë në pa atë kreativitetin e profesoreshës Lulzime, që do të thotë është një kreativitet i cili në fakt jo vetëm mua, por besoj se shumicën nga artistët që ndodhen këtu sonte i ka motivuar në diçka, ndoshta në ndonjë vepër tjetër të re, të radhës. Në fakt, ne që si jemi piktor, kur shkojmë në një ekspozit, ndihemi disi ignorancë, sepse rrim para një pikture dhe nuk kemi mundësi që ta lexojmë, ndoshta në thonjza them kjo ta lexojmë ose ta kuptojmë ose ta interpretojmë siç do ta bënit ju që jeni të kësaj fushë, të kësaj lëmie. Çfarë të kanë folur pikturat sonte? Ka ndonjë që do doje ta veçoje? Për shembull, ishte një ngjyrë që dominonte, ishte ngjyra roz dhe mua ma kujtonte torin roz. Çuditërisht sonte. Sigurisht, ato ngjyrat ishin që unë faktikisht u ndjella, do të thonë nga ato lloj ato ngjyra pikante që i përmenda pak më lart. Jo rastësisht, thash edhe pak më herët, do të thotë pikturat e profesoreshës kanë një kolorit të cilin gjithkush ndoshta do i mbetet përshtypja tek ajo lloj ngjyra roz ose që ti ta kujton tetorin ose dikujt tjetër i kujton tjetër çka. Do thotë është ajo e cila në fakt le përshtypje tek secili njeri, por nuk do të thotë se nëse i shohim pikturat edhe nuk vërejmë diçka, gjithë secili mundet ta shohë mënyrën e vet, edhe pse janë moderne, do të thotë mundet të nxjerrë diçka nga këto piktura moderne dhe të shohë diçka çka ai vetë improvizon, çdo njeri. Është apo s'është artist, do thotë çdo herë tek modernja mundemi të vërejmë atë çka ne e mendojmë se është. Në fakt, Akime, ne kemi zgjedhur për të bërë intervistën te një kënd që ka më së paku ngjyra. Jo që nuk mungon ngjyra, ka shumë ngjyra, por po them që profesoresha ka guxuar shumë me ngjyrën. Është ai guximi femëror për të përdorur shumë ngjyra. Po këto ngjyrat janë disi më të vobekta dhe dominon gria. Në fakt, kur gratë janë më keq me disponim, ose themi kur nuk janë në ditët e tyre më të mira. Si jeti ditëve të fundit dhe ç'do presim së shpejti nga ty? Sigurisht sa ndërgjova profesoreshën janë një cikël që ka punu më herët ngjyrat më të mbyllta, prandaj edhe mund ta theksojmë se është cikli i profesoreshës që ka punu pak më herët. I vërejtëm se kishte më shumë se 60 piktura, kështu që në secilën pikturë ajo e ka ndje veten ashtu siç ka qenë. Unë për vete për momentin ndihem shumë e frymëzuar, sidomos tash që është pranvera. Shpeshherë kam thënë që mua më pëlqen natyra, më pëlqen peizazhet dhe ndihem ca e motivuar në këtë aspekt, domethënë tek aspekti i peizazheve, gjërave të tilla, luleve e kështu me radhë. Lulen kush ta ka dhuruar? Lulen në fakt unë do ja dhuroj profesoreshës. Vazhdo atëherë, faleminderit. Faleminderit shumë. Thank you.
shoku i gjeneratës dhe ndoshta njeriu prej cilit unë e kam marrë për herë të parë si rekomandim emrin e profesoreshës Lule ose piktores Lule sonte. Do doja të kem një përshtypje të përgjithshme lidhur me krijimtarinë me që e keni përcjellur gjithkohës të profesoreshës edhe të ekspozitës që e ka sonte, nëse do mund të bëjmë ndonjë krahasim lidhur me transformimin ose metamorfozën e krijimit, jo të metamorfozës që ka përdorur si subjekt profesoresha. Po, edhe termet kur i përdorim funksion të veprës, se përndryshe nuk ka kuptim. Përndryshe lulen, lulzimen ose lulen si i themi ne, po si i kam thonë për herë, unë e njoh që moti. Në fakultet kemi qenë bashkë, ajo ka qenë një gjërat para me në Prishtinë, edhe të dytë shkum nga provinca kështu. E keni pas dhe të njëjtin profesor? Jo, Lulja ka qenë të Recep Feri, unë kam qenë të Muslim Ulliqi, po Lulen e kom pas si motër të madhe kështu, ajo mi tregonte se një vjetë para ishte kështu që ka shumë për me tregu njëherë për atë kohë. Kështu Lulja ka qenë ndoshta piktoria më origjinale gjatë studimeve. Po fati i saj që ashtu pak si herët i la pak studimet dhe u punësu, kështu që ai ritmi i asaj të nxënunit apo kur isha ajo faza për me tregu krejta që ka mësoja ju këthyn të to, finim punë dhe ju dashim pastaj disa kohë. Po megjithatë me lulzimen realisht fillon arti bashkëkohor shqiptar në Maqedoni. Kështu që ajo që e karakterizon Lulen është virtuozitetin piktur, ngjyrat. Ka një palet si edhe që mund të shihni për ekspozit. Në këtë ekspozit, po pak a shumë ajo e karakterizon gjithë krijimtarinë e saj. Është ai virtuoziteti, pastërtia e paletës, ngjyrës, emocioni i drejtë për drejtë te Lulja nuk ka ndonjë farë si të them mshefje, po krejt ajo çka është duket pastaj karakteristikë të këto të kjo ekspozit, apo më mirë me thënë të punët e fundit, është një ekspresionizëm abstrakt, herë lirik, herë kështu me një temperament, me ngjyra të dreqit, kështu fluorescente, ose të guximshme, se tash edhe ajo terminologjia asaj është në fakt është ngjyra me më shumë dritë brenda që ka. Pastaj çka është ndryshe, për këtu është kompozicioni i hapur. Nuk është si para ka pas një kompozicion kryesisht qendror apo ka respektuar prerjen e art, këtu është komplet një kompozicion i hapur, po është një pikturë shumë moderne, ose më mirë me thënë shumë kontemporane. Mund të rije mirë në çdo galeri ku ta ekspozosh, këtë mund të them me plot bindje. Për dallim para ku për shembull edhe mitologjia ka luajtur rol, veçanërisht është piktoria. Nuk e di dikush tjetër në një piktore në gjitha trojet e na që ka përdor mitin e Doruntinës. Lulja ka startu me mitin, në fakt me Kiklopin, duket se Doruntina, kështu që në rinin e vetëm merreshte me mitologji, kurse tash është komplet, është një piktur që tregon që merret me problematikën e formës, ngjyrës, ritmit. Po te Lulja kjo është, unë them, tek ajo tash ka me fillu me bëj një piktore e mirë. Pasi janë disa obligime që ka për një grua artiste të ndalojnë pak atë vrrullin e krijimtarisë. Këtë e them për shkakun se ju bashkëtoni me një piktore dhe sigurisht të ndjeni nga afër se si është të jesh një grua në këtë profesion dhe si është të jesh një burr. A sheti dallime brenda në shtëpinë tënde, domethënë, lidhur me kohën që ndani për profesionin tuaj dhe pasionin tuaj? Shife. Apo ta pyes gruan? Më mirë me pyet gruan se mund të ngele ka ndonjëherë hatri.
se kur don dikush një punë me e bo, kohë ka për herë. Po, jo, du ta mbylli me një urrim për lulen edhe kështu që njëre urroj edhe vjen mirë që një pjesë jetës kemi nda studion bashkë, kështu që Jelet edhe një gjysmë jetë tjetër jo, pjesën tjetër e ndajmë fakultet, kështu që pra bashkë. po, edhe është një fat me pas kolegë që kanë aftësi, që kanë humor të mirë edhe që nuk ta bëjnë ditën e keq. A profesor, çfarë ka për momentin në ateljen tuaj? Çfarë po përgatitet? Ku te une? Une jam piktori që më spaku e don dimrin, si stin, disi ndoshta pse kam lind mes të verës, dimrin e kam pak si letargji, kryesisht mire me hulumtime, dimni që sa me punë se. Jo, une jam piktor që duhet pikturoj jashtë në erë të pastër, kështu mrenda disi studia më bën. Tani vjen stina jote. Po.